Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im. Në këtë video unë do ju jap recetën time speciale për të gatuar mëlçit. Kjo është një nga ato receta që të bën të jash mëlçit edhe atëherë kur nuk i pëlqen. E di që ka shumë persona aty që nuk i han mëlçit dhe prandaj vendosa ta ndaj me juve këtë recetë, sepse e di që pasi ta provoni këtë recetë, juve nuk të zhgënjeheni dhe do ta bëni 100 milion herë të tjera. Si fillim do të na duhen 2 thelpi njohudhër, të cilat duhet i imët. Ndezim sobën me zjarr mesatar. Shtojmë vaj ulliri dhe përbërësit e tjerë që do të na duhen janë kripa, piperi i zi, rigon dhe uthull molle. Pasi vaji të jetë ngrohur pak, shtojmë pudrën dhe lëm të skuqet pak. Më pas shtojmë mëlçit një nga një. Dhe ndërkohë që ju tregoj hapat një nga një, dua t'ju flas pak për mëlçit dhe vlerat e tyre ushqyese. Mëlçit futen tek ato ushqime që ne zgjedhim t'i shmangim pa i provuar. Dhe për mua ka qenë një soj. Një ushqim që unë e kaloja pa e menduar 2 herë. Derisa një ditë vendosa që t'i jap një mundësi, sepse mëlçit janë një nga ushqimet me vlera ushqimore më të pasura që neve mund të hamë. Mëlçit kanë shumë hekur, vitamin A dhe B12 dhe ndihmojnë trupin që të ketë më shumë energji dhe gjak më të shëndetshëm. Në fakt, mjekët i quajnë shpesh superfood natyral, sepse një sasi e vogël mjafton për të dhënë shumë ushqyes. Thjesht, ne nuk i kemi njohur me shijen e tyre të vërtetë, sepse kur i përgatit siç duhet, me përkujdesje, me erëza që e butësojnë shijen, ato kthehen në një pjatë krejt tjetër. Prandaj, unë kur i gatuaj mëlçit, përdor shumë erëza, por ato 2 më kryesoret që japin vërtet shije shumë të mirë janë rigoni dhe piperi i zi. Ndërsa përbërësi kryesor që ka bërë edhe njerëzit që nuk i hanë mëlçit i kërkojnë prap ato, është uthulla e mollës pondi. Uthulla e heq komplet atë gramin që kanë vetë mëlçit dhe i jep një shije fantastike. PS, na falni se na ka kapur pak fiksimi i pastërtisë së vendit. Tani mëlçit do t'i lëm që të bëhen në zjarr të ngadaltë, derisa të iki i gjithë uji. Dhe ndërkohë pastrojmë pak. Një gjë tjetër që unë e bëj shpesh është që i kthej nga të dyja anët disa herë. Unë në momentin e fundit vendosa që mëlçit t'i shoqëroja me pilaf dhe kështu po ju tregoj edhe recetën e pilafit. Pilafi nuk ka ndonjë shkencë për të bërë, por mua më del gjithmonë shumë i mirë dhe i shkrifët. Prandaj, persona që nuk e dinë se si bëhen mund ta shohin recetën dhe pse jo, provojeni sepse del shumë i mirë. Unë përdor për mas këtë gotën e vogël të multi-cookerit, por mund të përdorni çdo lloj gote ose garushte. Masat janë 1 me 2 gjithmonë, 1 gotë orizë dhe 2 gota ujë. Unë si fillim në tenxhere shtoj pak vaj dhe më pas shtoj masën e orizit që do gatuaj, e skuq pak derisa të marri pak ngjyrë. Dhe po, pak publicitet sa të kthejmë pak mëlçit.
Vazhdojmë me pilafin. Marr ujin e nxehtë dhe e shtoj në tenxhere. Siç ju thash, masat janë 1:2. Nëse unë kam hedhur 1 gotë e gjysmë me oriz, do hedh 3 gota ujë. Ul temperaturën e pllakës, e le zakonisht tek 5-a. Unë zakonisht i shtoj vegeta, 1 lugë të vogël, por nëse përdorni ato galinat me kuba, mund të shtoni 1 kub. Kapakun e vendos gjithmonë gjysmë, pra në mënyrë të tillë. Dhe pasi shoh që nuk ka me ujë dhe te pilafi janë krijuar ato si bulsa në sipërfaqe, e fik pllakën, vendos një letër mbi tenxhere dhe më pas i vendos kapakun sipër dhe e vulos. Dhe e la ashtu për pak kohë që të bymehet. Dhe dreka gati. Mua më pëlqen që në pjatë të shtoj shumë ngjyra, kështu që vendosa dhe avokado, tomate dhe kastraveca. Dhe mos të haroj patjetër salcë skosi, i cili është një nga bulmetrat e mi të preferuar. Unë po e mbyll videon këtu. Ju mos harroni të më bëni një like, comment, share dhe më të rëndësishme nga të gjitha, subscribe. Unë ju falenderoj shumë që ndoqët videon time deri në fund. Ne do shihemi shumë shpejt në një video tjetër. Bye!